بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thot, dëgjoni hadith qudsi, dëgjoni çka thot Allahu për ata njerëz që Allahu i sprovon jo merr evlat. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صبيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. شجانة كفت الله ضد نسأون يمر روب التم فميونتي إذا أي بن صابر ترقود دوريمتار كرون يمر إبلادنا تينا ضد براتا شبربلين برات ربتي si shpërblim ja japi xhennetit. Hadith është vërtet ka transmetuar Imam Buhari. وأن أكون عالما فالعلم ميراث. Dëgjoni ju burra. Dëgjoni nëse jeni të interesuar me qenë për banorëve të xhennetit. Dëgjoni këtë dhurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi po i thot shokëve të tina direkt e neve në mënyrë indirekte. A dëshironi me ditë kush janë burrat e xhennetit? Kush janë ata burra? Sahabët thanë, bela ja Rasulallah. Po, gjithsesi o i dërguari i Allahut, ne kemi dëshirë me ditë kush janë burrat e xhennetit? Pejgamberi tha, an-nabiyyu fil janna, i dërguari i Allahut do të jetë në xhennet. Was-siddiqu fil janna, Abu Bakri i sinqertit do të jetë në xhennet. Was-shahidu fil janna, shahidi ai i cili bën shahid në rrugën e Allahut do të jetë në xhennet. Wal mawludu fil janna, ai i cili lind dhe vdek para se me hi në moshën madhore, vdek para se me hi në moshën madhore, do të jetë në xhennet. Tjetër, cili burr tjetër? War-rajulu yazuru akhahu fi nahiyati al-Misr la yazuruhu illa lillah azza wa jalla fil janna. Pat edhe një burr i cili shkon edhe viziton një vëlla vetin në anën tjetër të qytetit dhe këtë vizit nuk e bën vetëm se për hir të Allahut dhul Jalal, ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, nga sa është i vetmi I cili meriton falenderimet, lavdatat dhe adhurimin ton. I dërgojmë salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt të veçantë për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe lutemi për gjithë muslimanët besimtarë dhe besimtare, të cilët kanë japur kontributin e tyre për dinën islam dhe nuk janë prezent me ne. Vëllezër dhe motra, më lejoni në fillim t'ju përshëndeti me përshëndetjen më të mirë në rrezullin toksor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lusim Allahun dhul Jalal në këtë mbrëmje të bekuar, në këtë tubim të diturisë, në këtë mezlis të khairit, Allahu subhanahu wa taala të zbret mbi ne mëshirën e tij të gjerë dhe të na mbulon mëshira e tij e madhe, dhe kur do të dalim prej këtij mezlisit të khairit të dalim me gjinoat e falura inshallah taala.
Ne do të vazhdojmë me pjesën e fundit, me pjesën e tretë, temës tonë të cilën e kemi filluar para 2 javë, bëhu prej banorëve të xhennetit. E kush nuk ka dëshirë me qenë banor i xhennetit? Mirë po, ju kujtohet juve para 2 javë kur kemi thonë në fillim të kësaj ligjërate, xhennetet e Allahut janë një çmim i shtrejtë, dhe ky çmim i shtrejtë nuk fitohet me pak mund. Ky çmim i shtrejtë dhe i lartë fitohet me mund, me angazhim, me përpjekje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ne jemi mundu me i përmbledh disa cilësi apo virtyte edhe punë e vepra që ne duhet të angazhohemi dhe të stolisim veten tonë me ato cilësi, me ato virtyte, të zbukurojmë jetën tonë me ato vepra dhe ato punë që inshallah taala do të na çojnë dhe do të na afrojnë drejt hyrëve të xhennetit. Allah na mundsoj që të hyjmë në xhennet inshallah taala. Po vazhdojmë aty ku kemi mbet. Porosia 30 me radhë që na ofron drejt xhennetit është përmendja e Allahut vazhdimisht. Një prej rrugëve e cila na ofron drejt xhennetit është dhikri. Me përmend Allahun vazhdimisht. Vazhdimisht. Ko pas kohë. Nëse i shiqojmë argumentet për Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit alayhis salam në lidhje me përmendjen e Allahut janë të shumta. Janë të shumta. Ne do të përmendim vetëm disa hadithe, do të përmendim vetëm një ajet. Thot Allahu në Kur'an: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me të vërtetë, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Zemra e insonit, zemra e njeriu ka nevojë me përmend Allahun, nga se në momentin kur e përmend Allahun, ajo zemër në ato momente ndihet e qetë. Ajo zemër në ato momente përjeton prehje, qetësinë, kënaqësinë, lumturinë. Lumturia dhe kënaqësia dhe prehja më e mirë është atëherë kur përmendet Allahu subhanahu wa taala. E në veçanti kur goja jote, ajo çka e përmend me gjuhën tonë dhe Allahun, e prek thellë edhe zemrën tonë, dhe përmendjen që e bën ndaj Allahut nuk e bën thjesht vetëm me gjuhë, nuk është ajo një veprim motorik, nuk është vetëm lëvizje e gjuhës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah subhanallah, mirë po zemra jote thellë lëviz ngjallet duke e përmend Allahun subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Jabirit radhiyallahu anhu: "Men qala subhanallahi wa bihamdihi dhurisat lahu nakhlatun fil janna." Ai i cili thot subhanallahi wa bihamdihi 100 herë në ditë, Allahu ja mbjell një palë në xhennet, një palë të hurmës në xhennet. 100 herë në ditë me thon subhanallahi wa bihamdihi. O vllai dashur, a din sa kërkohet prej teje, sa minuta apo sa orë kërkohet prej teje me thon subhanallahi wa bihamdihi 100 herë? Kërkohen 1 minutë ose 2 minuta ose 3 minuta maksimum. 2 minuta me nda prej dunjas me thon subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Hadithi është i vërtet, e transmeton Imam Tirmidhiu dhe Imam Nesaiu. Transmeton Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, thot e kum dëgju pejgamberin alayhis salam duke thon: ai i cili i ruan 2 cilësi, ai i cili është i kujdesshëm me i ruajt 2 punë, do të hyjë në xhennet. Cilat janë ato 2 punë? Ai i cili thot mas çdo namazi subhanallah 10 herë, elhamdulillah 10 herë, Allahu akbar 10 herë, do të hyjë në xhennet. Puna e dytë, ai i cili para se me ra me flejt thot 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah dhe 34 herë Allahu akbar, do të hyjë në xhennet. Shiqoni, nga ky hadith e nxjerrim një mësim. Pejgamberi thot kush i ruan këto 2 cilësi në xhennet. E para, kush thot mas çdo namazi, mas farzi, dhe me kush hek tasbih, thot 10 herë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar 10 herë. Hoq, a nuk e dim nëse do të me thonë 33 herë subhanallah? Po, mirë po, ka hadith që thot 10 herë. Andaj muslimoni nga njëherë është mirë për me i praktiku krejt sunetit e pejgamberit, nga njëherë mas namazit kur bën tasbih thot 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, 100-ën la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu deri në fund. Ndani herë thot ka 10 herë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Argument për këtë është ky hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Ndërsa e dyta, ai që e ruan atë vepër do të hyjë në xhenet është se para gjumit mos më ezon gjumi e më thon 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 34 herë Allahu akbar, pa e shtu fjalën la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Hadithi është i vërtet e transmeton Imam Muslimi. Ka edhe shumë hadithe tjera që flasin mbi vlerën e dhikrit, mbi vlerën e përmendjes Allahut subhanahu wa taala, mirë po neve po na interesojnë hadithet të cilat na mësojnë se nëse e thush këtë dhikr, nëse e përmend Allahun këtë formë, këtë afron drejt xhennetit. Porosia 31 me radhë është ai i cili i edukon mirë vajzat e tij. Dëgjoni këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili thot ka thon pejgamberi alayhis salam, çdo musliman i cili ka dy çika, dy vajza, Allah ja ka fal dy vajza, i edukon ato, i rit dhe i edukon me tërbije të mirë, thot ai njeri do të hyjë në xhennet. Hadithi është i vërtetë, transmeton Ibn Hibban. Shiqoni vëllazën këtë hadith të madh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shiqoni si edukon Islami musliman. Do të pranojmë se në shoqërinë tonë ekziston një neveritje kur Allahu diku i fal vajzë, nuk e pret me gzim lajmin se Allahu ja fali vajzën. Mërzitet. Pejgamberi alayhis salam po e jep këtë ofertë të madhe atij të cilit Allahu ja ka fal dy vajza. Ka një hadith tjetër ai i cili ka dhe dy motra. Dy, që do të thotë nëse kima shumë vajza, rruga është e qelme. 3 vajza, 4 vajza, i rrit mirë, i edukon me edukatën islame, ky njeri e ka xhennetin. Qofshin vajzat e tina apo qofshin motrat e tina. Që do të thotë se nëse Allahu dhul xhelal e ka nderuar ndonjërin prej neve vetëm me vajza, nuk i ka falë djem, mos ta merr këto si dënim prej Allahut, që e konsiderojnë shumë njerëz ignoranta në shoqërinë tonë. Mirë, po këto le ta merr nder prej Allahut, se Allahu ka dashur me nderu, më afal 2 vajza apo 3 vajza për më afru dhe për më lehtësu rrugën në xhenet këtina më lehtë. Ati që Allahu nuk i ka jap vajza, Allahu nuk i ka nderu ato. Nuk e ka nderu për shkak se e ka më vështirë mu afru deri te xheneti. Nëse do të mu afru te xheneti, atëherë di e ke shumë lehtë. Nëse Allahu të ka nderu ti ka jap 2 vajza apo 3, ose 2 motra ose 3. E ma shumë, edukoj mirë, kujdesu për to. Pasuroj me edukatën islame, i afru dhe i xhennetit inshallah taala. Nga se kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Porosia 32 me radhë është ai i cili tregohet durimtar gjatë humbjes së fëmijës. Ai i cili bën sabër kur Allahu subhanahu wa taala e sprovon ja me evladin. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë, dëgjoni hadith qudsi, dëgjoni çka thot Allahu për ata njerëz që Allahu i sprovon jo me evlad. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ma li 'abdi al-mu'min 'indi jaza'un idha qabadtu sabiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-janna." Dëgjoni çka thot Allahu. Thot nëse unë ja marr robit tim fëmijën e tij, edhe ai bën sabër, tregohet durimtar, kur unë ja marr evladin atina, thot për ata shpërblim për atë rob timin është xhenneti. Si shpërblim ja japi xhennetin. Hadithi është i vërtetë, transmeton Imam Buhariu. Dëgjoni një hadith tjetër në një formë pak më tjetër. Transmeton Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, thot ka thon pejgamberi alayhis salam. Dëgjoni, Allahu dhul xhelal i thot melekut vdekjes: "A ja marrë shpirtin robit tim?" Meleku i vdekjes thot: "Po ja Rabbi." I thot Allahu dhul xhelal melekut vdekjes: "A ja marrë robit tim loçkën e zemrës?" Qurratu ayni. Evladi është loçka e zemrës. Për babën është loçka e zemrës, pasuria më e madhe, kënaqësia më e madhe në këtë dunja, zbukurimi i dunjas janë evlad, sikur se Allahu thot në Kur'an. Allahu po i thot melekut vdekjes: "A ja marrë robit tim loçkën e zemrës?" Po, kur ti vdek babës, evladi ja lën në zemër një pjesë zbras. Ne nuk mundemi këto me e ditë, edhe nëse mundomi me e përjetu, nuk mundemi për shkak se s'jemi sprovu. Mirë, po vetin e ata që janë sprovu, thot e kom diqysh zemrën mongu. Shoqëri kom edhe këta tjerë. A ja marrë robit tim loçkën e zemrës?
Allahu po i thot melekut të vdekjes. Meleku thot po ja Rabbi. Dëgjoj tash çka i thot Allahu. Allah i thot melekut, çka tha robi jem? Kur ja morë loçkën e zemrës robit tim, çka tha? Si reagoi? Çfarë komente jepi? Meleku po thot, ja Rabbi të falenderoj, edhe tha, Zoti kemi dhe te Zoti do të kthehemi. Dëgjoni tani shpërblimin, dëgjoni, këtu është poenta. Këtu është poenta. Allahu po thot, po i thot melekëve, ndërtojani një shtëpi robit tem në xhennet dhe ngjitjani emrin asaj shtëpie, shtëpia e falenderuzve. Aja more loçkën e zemrës robit tem? Po ja Rabbi. Çka tha robi jem? Tha po të falenderon ja Rabbi, po thot alhamdulillah, po thot inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tallahu jemi, tallahu kem me kthina, s'ke ku më shku. Çky flak të rahebetin dranau, pse prej balkonit kur jo s'ke bo. Veç e ke hidhru Allahun. Nëse thush falendrimet i qofshin Allah, ne jemi musliman, i besojmë kaderit Allah, ka që ka pas kymrin. Të Allah kemi, të Allah kem me këthy. Pason shpërblimi. Ndërtojni një shtëpi në xhennet për këtë njeri, i cili po e falendron Allah, dhe në të shtëpi, asaj shtëpi e ngjitjani emrin, emrojeni me emrin, shtëpia e falenderuzve. Shtëpia e falenderuzve. Hadithi është i vërtet, transmeton Imam Tirmidhiu edhe Imam Ahmedi. Porosia 33 e cila na mundson me qenë prej banorëve të xhennetit është dashuria, vizita dhe vëllazëria në emër të Allahut. Me u dash në emër të Allahut. Me vizitu njëri tjetrin në emër të Allahut. Mu shoqëru në emër të Allahut. Transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu thot ka thon pejgamberi alayhis salam, dëgjoni këtë hadith të madh vëllazër. Pejgamberi alayhis salam një ditë të ndet me shokët e tij, të ndershëm dhe të mëdhenj, i thot: "Ala ukhbirukum bi rijali ahli al-janna?" A keni dëshirë me ju tregu se kush janë burrat e xhennetit? Dëgjoni ju burra. Dëgjoni nëse jeni të interesuar me qenë pe banorëve të xhennetit. Dëgjoni këtë dhurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi po i thot shokëve të tina direkt e neve në mënyrë indirekte. A dëshironi me ditë kush janë burrat e xhennetit? Kush janë ata burra? Sahabët thanë: "Bela ja Rasulullah." Po, gjithsesi o i dërguari i Allahut, ne kemi dëshirë me ditë kush janë burrat e xhennetit. Pejgamberi tha: "An-nabiyyu fil janna." I dërguari i Allahut do të jetë në xhennet. "Was-siddiqu fil janna." Abu Bakri i sinqerti do të jetë në xhennet. "Was-shahidu fil janna." Shahidi ai i cili bën shahid në rrugën e Allahut do të jetë në xhennet. "Wal-mawludu fil janna." Ai i cili lind dhe vdek para se me hi në moshën madhore, vdek para se me hi moshën madhore, do të jetë në xhennet. Tjetër, cili burr tjetër? "War-rajulu yazuru akhahu fi nahiyati al-Misri la yazuruhu illa lillah azza wa jalla fil janna." Po edhe një burr i cili shkon edhe viziton një vëlla të vetin në anën tjetër të qytetit dhe këtë vizitë nuk e bën vetëm se për hir të Allahut dhul xhelal, ky do të jetë në xhennet. Ti ke shpinë në Karagaç, shkon edhe viziton një vëlla atje në stacioni autobusave për hir të Allahut, prej pesë në Prishtinë, prej pesë në Mitic, prej pesë në Shkup, prej pesë në Tiranë, për hir të Allahut dhul xhelal. Harxhon benzin edhe skerin, i lën punë të keq për hir të Allahut me boz ziaret, me aksu zemrën me kënaq, për ty është xhenneti. Për ty është xhenneti. Pejgamberi nuk e kryti hala. Tha: "A dëshironi t'ju tregoj për gratë e xhennetit?" Mos me bë diskriminim, mos me thon femrat, Islami flet vetëm për burrat. O vëllazën, një kaftin prej kaftinave të Kur'anit e mban emrin kaptina e grave, Allahu i ka nderu. Kaptina e grave. Pastaj, një kaptin tjetër e Kur'anit e ka emrin kaptina Maryam. Allahu e ka emru një kaptin të Kur'anit me emrin e një gruaje, për me ngrit atë gru direkt dhe gratë tjera mënyrë indirekte emrin e tyre lartë. A dëshironi t'ju tregoj për burrat e xhennetit? Po e morëm vesh. Po tani ti marrin vesh gratë e xhennetit. O ju robreshat e Allahut, dëgjoni mirë, nëse jeni të interesuar me qenë prej banorëve të xhennetit, çka duhesh me plotsu? Cilat kushte duhet me i plotsu nëse don me qenë prej grave të xhennetit? Dëgjoj mirë. Pejgamberi tha: "Gratë e xhennetit janë ato kullu waludin wadud." Çdo gru e cila lind, fëmijë, e rrit ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
jo si gratë e kohës tonë, të cilat me probleme të mëdha, mas shumë përpjekjeve dhe përleshjeve mes burrit dhe gruas, menzi e bindin njëri tjetrin me i bë 2 fëmijë, 3 tahiri. Kullu waludin wadud, çdo grua e cila lind për me erit ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk jemi qafira, nuk jemi perëndimor, nuk du me lind se du me erujt vijen e trupit. Ajo robresha Allahu dhul Jalal nuk është lehtë me lind, pas prodhe madhe. Sa të lashe kanë nonat tonat që na kanë lind neve. Të lashe është me qenë shtatzane, o problemi madh, ka mundime të mëdha, mundet me pas edhe pasoja në shëndet. Mirë, po kjo është njëna prej rrugëve që të afron drejt xhennetit. Tjetër, a kjo e dyta është e zot. Kjo e dyta është për gratë tona e zot. Për motra për vajzat tona të ardhshme. Thot, nëse gruaja e hidhron burrin e saj, përlahet. Imam Dhahabiu rahimahullah ka thonë, problemet dhe mosmarrveshjet në martesë duhen me qenë si krypa. Nëse një gjell nuk ka kryp, ajo s'hahet. Nëse ka shumë kryp, apet nuk hahet. Duhet me pas pak kryp. Nëse dikush mendon se mundet me vazhdu jetën bashkëshortore pa probleme, është mashtru i shkreti. Kthilu me njerë se duhet me pas probleme. Mos e mashtro vetën, mos shit burnia. Mirë, po edhe jeta me shumë probleme nuk mundet me vazhdu. E duhet me pas si krypa. Dhe që ka thënë pejgamberi alayhis salam, nëse një grua e hidhron burrin e saj, nëse është e interesuar me kjo grua me hinë xhennet, pejgamberi ka tregu mënyrën. Thot, nuk pranon kjo grua me flajt. Shkon edhe çet dorën e saj mbi dorën e burrit të saj dhe i thot, unë nuk do t'i mbylli sytë e mi me flajt derisa ti nuk je i kënaqur me mua. A më bon halal? A u pajtone me mua? Cila grua nuk e hidhron burrin e saj? Cila grua është e cila nuk e ka hidhru burrin e saj? Po Aisha radiallahu anha, nëna jon, e përgëzume për zgjallje me xhennet, e ka hidhru pejgamberin me 10 herë, me 100 herë, edhe e ka hidhru shumë. Sa që për një moment pejgamberi ka vendos me ilshu këtë grajt të veta, me i shkururzu këtë grajt të veta, prej dredhive dhe kurthave të grave, që jonë të pa përfundume, nuk sosen kur. Mirë po, e ke hidhru burin, dhe thush, unë nuk pranoj me flajt, pa ku në ti knaqër me mu. Po gjo, a vlen kjo dhe nëse buri e hidhron grun? Gjithsesi, nëse edhe buri e hidhron grun, atëherë edhe buri shkon edhe i thot gruz, unë nuk pranoj me ra me flajt, deri sa ti nuk e knaqër me mu, deri sa nuk pajtohemi, edhe nuk qetësohemi dhe nuk thehemi në gjendje normale. Hadithi është i vërtet e transmeton Imamu Tabarani. Burësia 34 me radh ai i cili ushqen të tjerët dhe përhap islamin. Vazën, kemi nevoj me dëgju porosi islame me i fol vetes me ushqy të tjerët në veçantin këtë kohë të vështirë. Wallahi o djem, ne nuk kemi shumë pare. Mirë po, 5 euro e gjys, me i ble 25 kila mil, kemi pare, shumica prej neve. Një herën 2-3 muj për hirë të Allahut, me aqu dikuj 25 kila mil. Nëse nuk din diku, lajmërohu të ne të regojmë. Bilem, nëse donë, ne edhe të respektojmë, ne e qojmë atë manet në vend. Se ne i njohim fukarat, ata nuk na njohin neve. Se ne i kemi japë obligim vetës, ne me i njoft ata mës me na njoft neve. Ne duhet me i njoft ata s'ka nevoj me na njoft neve. Njerën 3 muj, 5 euro e gjys, 25 kg mil. E nëse i ushqen të tjeret, dije se kjo është një prej rrugëve që të qënë drejt xhennetit. Dëgjoje fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, transmeton Abu Huraira radiallahu anhu, thot, i këm thonë pejgamberit a.s. Shqyqoni qëfar pyetje i kanë bo shok të pejgamberit, i ka thonë Abu Huraira pejgamberit, ja Rasulallah, ma të regoni pun që unë kom e bo atë pun e pastaj kom me fitu xhennetin. Ma mësoni pun të veprej si pas asaj pune, ta fitoj xhennetin. Pejgamberi a.s. i tha Abu Hurairas, a je interesu me hynë xhennet? Po, mbaj men këto 4 punë. Efshi selam, përhape selamin. Djem, nëse ju nuk kep një selam rrugve, kur i ndugoj me ble buke pasërin kasravete pati gjona, nëse ju nuk kep një selam, kush ka me jap selam? Kush po brit një me jap selam? Rëpjat, jo vallahi, mos t'ju vjen mare.
Kur hini në për dyqane, shkon të vllau, të shoki, me ndejt në dyqan, selam aleikum, selam aleikum. Dije se përhapja e selamit është një prej mekanizmave që na ofron drejt xhennetit. Mos i vjen marrë djem. Wallahi ne kemi fillu para 10 viteve me jap selam, ju betohem në Allah. Të pakta jon ato vende ku him qytetin ton e që nuk na japin ata të parë neve selam. Të pakta jon, nga njëherë po na mashtron shejtani, po ju thojmë puna marr, po selam aleikum. Këmë ta hiq plak. Se ti duhesh me thonë selam aleikum. Edhe nëse nuk ta kthen selamin, ti vazhdo me jap selamin. Nëse nuk ta kthen selamin ai personi i caktuar, dije se ty ta kthen selamin dikush më i mirë saj, ta kthen me lestë e Allahut subhanahu wa taala. Po shtëpiat e juaja gjallërojini me selam. Po shtëpiat e juaja mboshini me selam, me paqen dhe me shirin e Allahut, me bereqetin e Allahut. Kur hin shtëpi, thuaj selam aleikum. Edhe nëse baba ose nona ose nusja ose këtë çapodiune nuk ta kthejnë, mirë po me kalimin e kohës bënu i bindur se selami ka ndikim të madh në vetvete. Selami do të rezulton me bereqet, me paqe, me mëshirë, mas një kohë antarët e familjes do të mësohen me ta kthyj selamin. E para tha për hapë selamin. E dyta at'imu at-ta'am, ushqejt e tjerët. Ushqejt e tjerët. Subhanallah. Gati të gjitha familjen tona, kur bojnë dreka dhe darka, rrallë ka si familje, të pakta janë ato familje që e rujnë ushqimin e nuk e gjujnë. Në shumicën e familjeve tona, dreka dhe ndarka i gjujnë ushqimin. Na vjen turp me të bua të ushqim, edhe me shku me aqu dikuj që e ka mall mishin. Nuk ko kanë bo mahunat e mira, një të nxere me mahuna me 2 kila mish, shkon bërlok. A ka njerëz që me muj nuk e kanë kërku mishin. Ka njerëz me muj nuk e kanë kërku mishin. Andaj, ushqeni të tjerë nëse doni me e fitu xhennetin. Tjetër, wa qum bil lejli wa nasu niyam, tadkhulu al jannata bis salam. E para për hapë selamin, e dyta ushqej të tjerët, e treta çau natën kur të tjerët janë në gjumë, fal namaz natës, kemi hin xhennet me qetësi inshallah taala. Hadithi është e vërtetë, e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Porosia 35, falja dhe rritja e afatit ndaj borxhlive. Mi afal borxhin borxhlive, ose nëse nuk ke mundësi mi afal borxhin borxhlive, shteu afatin borxhlive. Kjo është një prej rrugëve që të mundson me hyrë në xhennet. Dëgjoj hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Hudhaifa radhiyallahu anhu, thot ka thënë pejgamberi, një njeri masi ka vdek, ka hyrë në xhennet. Edhe i është thonë këtij njeriu masi ka vdek dhe ka hyrë në xhennet, çka ke boti në dunja? Çfarë punë ke punu që hynë që e fitove xhennetin? Ai ka thonë, wallahi unë nuk kom pas shumë ibadet të madh, mirë po unë jam kon tregtar e gjatë tregtisë time shpesh herë njerëzve ju kum shty afatin, ju kum jep borxh, nuk i kum ngushtu. Thot sigurisht kjo është ajo e cila më ka mundësu me fitu xhennetin. Kjo është ajo e cila më ka mundësu me fitu xhennetin. Vllazën, sot njerëzit janë shumë të nevojshëm. Sot njerëzit kanë nevojë për borxhe shumë. Nëse ke mundësi dikush ta ka një borxh ka herë, mi falja për hir të Allahut dhul xhelal. Nga se Allahu subhanahu wa taala do t'i fal nesër në ditën e Kiametit borxhet që i kitin ndaj tij. Allahu akbar. Po nëse nuk ke mundësi me i fal borxhe, atëherë shtyje afatin. E mos e ngushto, e mos e pushtro, për shkak se borxhi, prej karakteristikave të borxhit ka shumë. Unë po i përmendi vetëm dy karakteristika të këqija. Borxhi ka 2 të këqija, ka shumë po 2. E para, borxhi e poshtënon borxhin. Ai që merr borxh poshtnohet. E sheh filonin që i ka borxh e ndron rrugën. Ik, kuçet, sa çan telefonin, e poshton. E dyta e keqe, borxhi vazhdimisht i bën presion atij që ka borxh. E ka dert, e ka gajle. Po folim për muslimonin i cili e ka gajle borxhin. Sa ata që janë mësu kave të muslimonit mësu borxhe. Hajtë që na falin vazhdia. Hajtë që na paguajnë vazhdia. Këni njerëzve mi u fal borxhet, mi u paguajnë gjuna. Sa i bëhet bare shoqërisë. Dom shumë ky. Mirë po një njeri që me të vërtet kallet prej borxhit, nuk po mundet me gjetë rrugë si me pagu borxhin, është ka kallet, këti njeri është sevap i madh me ndihmu, me mundsu me pagu borxhin ose me afal borxhin. Porosia 36, ai i cili nështrohet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që i nështrohet Allahut dhe pejgamberit për ta është xhenneti.
për ta është gjenneti, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Dhe gjani këtë hadith të madh, thot pejgamberi alayhis salam, krejt ummetim ka me hyrë në xhennet, vetëm ata prej ummetit tim të cilët refuzojnë me hyrë në xhennet. I thanë shokët e pejgamberit, ja Rasulullah, a ka njerëz që refuzojnë me hyrë në xhennet? Kush taj që refuzojnë me hyrë në xhennet? Pejgamberi tha, po ka asnjë njerëz që refuzojnë me hyrë në xhennet. Kush janë ata ja Rasulullah? Tha, ata janë, tha pejgamberi, men ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Ai I cili më nështrohet mu, më dërzohet mu, ka hyrë në xhennet. Ai I cili nuk pranon mu, më dërzo mu, ai ka refuzuar me hyrë në xhennet. Hadith është I vërtetë të transmetuar në Buhari. Kjo është një temë e gjatë, është një temë e madhe që meriton jo një natë, po shumë natë me bë mohabet. Çka do të thotë me dërzu pejgamberit asam? Do të thotë se ti me I bë Allahut ibadet, që është ai na ka mësuar. Kjo puna. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, mos ul xhami pa I fal 2 rekate. Tu ka mush mendja se nuk bën më ul xhami pa I fal 2 rekate, fal 2 rekate. Me çit shkokla o kopalla, di se mundesh me hi në radhën aty në njerëzve që ka thënë pejgamberi refuzojnë me hi në xhenet. Çfarë po thoj, s'mu ka mush mendja? Ka njeri fali, ka njeri si fali. Po janis me çit shkokla. Filon hoxha, filon kështu, filon ashtu. Lutem. Shqoni, krejtna nuk mundem me I qu fjalët e pejgamberit të vet. Prej me e krejt ju, shumë fjalët e pejgamberit I kundërshtojmë, nuk mundem me I qu në vend. Mirë po, ku është rreziku? Problema pse ne nuk mundem me I vërtetu fjalët e pejgamberit. Problema pse ne nuk mundem me jetu me porositë e tij. Mirë po, rreziku është atëherë kur ti as nuk I çon në vend porositë e pejgamberit, edhe mundosh me nxirkime. Ky është rreziku I madh. E cili është rreziku? Rreziku është se radhitesh në radhën e aty në njerëzve që pejgamberi ka thënë refuzojnë me hyrë në xhennet waliadhu billah. Pse Allahu e dërgoi Resulullahin për me na mësua neve si me fal namazin, si me fal sunetin, si me fal farzin, si me bë tesbih, si me bë dua, si me ngjinu, si me lezu Kur'an. Vallahi më kanë mësu hoxha jem. Allah xhennetin ta jap 2 hoxhës tonë. Ne kemi hoxhën më të madhin Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë mendoj se ai hoxha e ka hoxhën Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po nga njëherë shejtani po na mashtron, shejtani po na huton, edhe pa vetdije nga njëherë e refuzojnë hyrjen në xhenet duke kundërshtuar pejgamberin waliadhu billah. Porosia 37 e ka kështu titullin, kush është sikurse Talha radhiyallahu anhu. Talha është një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin pejgamberi e ka përgëzuar me xhenet duke qenë gjallë. Talha ka pas pasuni, e në mesin e pasunisë e ka pas edhe një tokë, një bashkë të vetëm, e cila është quajtur me emrin Beiruha. Ajo copë e tokës, ajo bashkë që ka qenë shumë e bereqetshme. Edhe për krejt pasunisë që ka pas, mas shumë ti ka pas dëshirë, edhe ka dashur ato. Sikurse një njeri ka 2-3 kere, ka 2-3 shtëpia, çka po di unë, po pikët pasunisë që ka, diçka e ka në zemër. I ka 3 kere, ama çet kere kam mas shumë ti. Ose çet shtëpi ose çka po di unë. Dëgjoni çka ka bëu njëri. Ka zbrit një ajet prej ajeteve të Kur'anit, o fjala për ajetin 92 në surën Ali Imran, ku Allah thot: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Që është një ajet sfidus, sfidë e madhe. Thot Allahu dhul Jalal, nuk keni mundësi me arrit bamirësinë derisa nuk shpenzoni në rrugën e Allahut ato çka e doni më shumë ti. Sfidë e madhe. Nëse je interesuar me arrit bamirësinë, me qenë I dashur I Allahut, rruga e cila ta mundson me fitu këto është me jap për Allahun ato çka e don më shumë ti. Ato çka e don më shumë ti çka kiti. O Talha radhiyallahu anhu edhe ka thon pejgamberit alayhis salam: "Ja Rasulullah, ndiva që është zbrit ajeti 92. Mundsi nuk shpenzon për rrugën e Allahut ato çka e don më shumë ti." Pejgamberi tha: "Po." Tha: "Ja Rasulullah, unë kam pasuni, po më shumë ti prej pasunisë time e çmoj edhe e du filon bashkë." Tha: "Ja Rasulullah, unë po du me jap për hir të Allahut. Për me emri mirësin." Tha: "Ka zon kuj më jap." Kry më herë. U kry. Kë praktikisht ka treguar se dunjaja s'ka ka kap zemër. Hek. Po mashtrome, ato pak me ta coglukerin, po bosh kar. Bora çiti. Ka është ai heker me çikish ndreçet. Ama me ta marr hekri zemrën, audhu billah. Ma shumë mërzitesh
me ta prekerin dikush se kur tik namazi. Problem është kjo. Shumë problem. Tha ja Rasulullah, po du me jap për hir të Allahut. Tha ka zëmë kuj me jap, pejgamberi tha mas mirë është me jap akrabave tu që janë të varfër. Shkaj dhe jap e gjemve të migjes. Për me mbri mirësin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Porosia 39, kërkimi ditoris duke kërku ftyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Abu Hurairës, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhala Allahu bihi tariqan ila al-janna. Ai i cili ecë në rrugën duke kërku dituri, Allahu do t'ia lehtëson rrugën drejt xhennetit. Mirë, po diturin duhet me kërku për hir të Allahut. Jo me kërku dituri me thonë hajtë sonë komi mujtë tjerë të më bo me ndëmadhe, mu që halko me talshu vendin e me thonë halko ala filoni me që me oratore, qëfar desë për i malë. Na tranoj krejt, kjo rëzik se mundut me shkuj. E dim në hadithin e pejgamberit të asam, 3 njerëz më të mirë kësaj dunjaje dhe të hapin në zjarin e xhehenemit. E njëni për aty në treva është ai që lexon Kur'anin bukur. Allah i thotë pse ke lexuar Kur'anin? Thotë ja Rabbi për hir tonë, thotë parren. Allah thotë ke lexuar Kur'anin me thonë njerëzit sa bukur për lexon Kur'anin, sa zonin e mirë. Çfarë derse të bukura po i marr. Allahu s'ka më mëshëm se ti. Ba. Kjo është rrezik kjo. Kjo është rrezik se tin vetja në qep e haron se ditorin do të më bë për hir të Allahut. E thosh, unë kush po mund më puna më këtu në çaldisi javdan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Është qafën në gjehnem, waliyadhu billah, Allah për gjehnemit. Porosia 40, devotshmëria është rruga e cila në shpije drejt gjennetit. Bre, problem nuk po mundemi me u bot devotshëm, nuk po me kriju neve dhe zjarit gjehnemit preventiv dhe barikada që të në mbron për zjarit gjehnemit. Devotshmëria është një temë shumë e gjonë, një temë shumë e madhe. Me lejani të përmendi një definicion, s'kom qara pa përmend këtë definicion të bukur, Taliut radiallahu anhu, qka është devotshmëria. Nëse dikush nuk din qka është devotshmëria, dhe gjeshka ka thonë Hazreti Alija radiallahu anhu. 4 sende. Ka thonë devotshmëria është el khawfu min el gjelil. E para, mi u frigu Allah dhul gjelal. E dyta, el amelu bit tenzil, me punu me Kur'an e me sunet. E treta, wal qanaatu bil qalil, mo knaq me pak. Nuk knaqem me pak, me dojmë shumë. Por gjithë shka. E katërta, wal i'dadu li yawmir rahil, mo përgadit për ditën e kiametit. Kush i ka parasysh këto 4 porosi, kush angazhohet dhe punon drejt këtyne 4 porosive, inshallah ka arrit me stoliz veten me titullin më të mirë dhe më të shtrejtin, me titullin devotshmërisë. Edhe njëra, ai i cili frigohet Allahut, ai i cili punon me Kur'an dhe me Sunnet, ai i cili kënaqet me pak, edhe ai i cili përgatitet vazhdimisht për ditën e kiametit. Allah na forcoft këmbët tona kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala me jap llogarin ton. Ajetet dhe hadithet që flasin për devotshmëria që është prej rrugëve që na janë drejt xhennetit janë të shumta, mjafton një prej ajeteve ku Allah thot innal muttaqina fi jannatin wa uyun, të devotshmit do të jenë në xhennetet dhe burimet e xhenneteve do të kënaqen me mirësitë dhe begatitë e xhennetit. Porosia 41 me radh, banorët e xhennetit janë njerëzit me moralin më të mirë. Edhe këtu kemi një problem të madh, edhe këtu kemi një mungesë. Ne nuk po mundemi ende me stoliz vete me moralin e mirë, me sjellje të mirë, me edukat. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "Aktharu ma yudkhilu an-nas al-jannata at-taqwa wa husnul khuluq." Mas shumë të njerëzit çka i shtin në xhennet dy sende. Mas shumë të njerëzit në xhennet i shtin devotshmëria dhe morali i mirë. O vllazën, wallahi duhet me jap vetit obligim me pasuru veten me moral të mirë, me sjellje të mirë. Në veçanti ju që faleni. Ne duhet me pas një dozë halamat madhe se sa të tjerë. Për shkak se jemi shembull për të tjerë. Jemi shembull. Muslimani i cili fal 5 kohë namaz. Muslimani i cili Allahu ja ka bën nasib me shumë mjekra. Muslimani i cili e ka nusën e mbulume. E kështu me radhë. Muslimani i cili lexon Kur'an e kështu. Marrë është ai me pas moralin jo të mirë. Mbarë edhe turpi i dunjas është me i pas sjelljet e pahishme. Për shkak se të tjerët na qyrin me lup dhe kanë të drejtë të tjerët më hidhru. Kanë të drejtë të tjerët me na kthy gishtin. Për shkak se ne duhet të jemi shembull ndaj të tjerëve.
Për ato, ne kemi fillu ditën e gjumos një ligjërat shumë më rëndësi, hutbet tona, dashuria ndaj Allahut Dhul Jalal. Mos harroni se dashuria ndaj Allahut është shpirti i çdo ibadeti. Dashuria ndaj Allahut ty të shtin me pajis dhe të vetën me moral të lartë. Por shkak se do të jemi shëmbëltyr. Po na lakmojnë të tjerët. Çka do të thonë me të lakmoj i tjetri? Kur interesohet edhe e merr numrin e telefonit tënd, edhe e gjen edhe thot: "I nderuam, a jeti filoni po? A bën me pi një kafe me ty?" Ta çon një email në internet. Vjen te shtëpia, vjen në xhami, vjen në dyqan, thot po kom qef me ndajt me ty. Çka do të thot? Ai po të ka lakmi. Ai thot unë kom nder me ta qit një kafe, me i ndi fjalët e tua. Kjo sfidë e madhe për ne o vllazën. Ne ose do të jemi prej atyre njerëzve që të tjerë do të na lakmojnë, ose Zoti na rujt waliyadhu billah, Allah na mbrojt, do të jemi prej atyre njerëz që njerëz gërditen prej neve. Para mendo, nëse ti hin në dyqan, tjerë të qovë se erdhë kë. Kjo është vdekje. Kjo është vdekje. Kjo është vdekje. Mirë, shejtani tash ka më ardhë dhe ty ka me thonë. A i qohet se janista shejtani ty me gjithë arsy. A e gjahil, a e pinë rakia, a e shejtana, a e shto. Jo, no. Lepi problemet të ti. Ti lepi defektet të vetja. Le qka të taj. Vlazën, nuk du mu nda me dollë prej temes. Mirë po, mjafton se Islami në Indonezi, në shtetin më të madhin të muslimanëve, mbi 200 milion musliman, nuk ka hyrë nëpërmjet gjihadit, nëpërmjet shpatës, po ka hyrë nëpërmjet sjelljes shembullore të tregtarëve musliman prej Yemenit, prej Hadramautit. E kanë thënë Islamin tregtar të ndershëm, tregtar me moral të lartë, e kanë thënë Islamin sot është Indonezia shteti më i madhi për ka numri i muslimanëve për mbi 200 milion musliman. Andaj vllazën me të vërtet kemi përgjegjësi të madhe që ta pajisim veten dhe të kontrollojmë sjelljet tona vallahi. Duhet të fillu me familjen tonë. Aman ya Rabbi. Çfarë muslimani mirë është ai, i cili fal 5 kohë namaz dhe nona e vet hek prej tina waliyadhu billah. Baba i ti hek prej tina. Vllazët e vet hekin prej tina. Mordët e veta hekin prej tina. E kështu me radhë. Gruaja vet nusja hek more. Çfarë muslimani është ai, i cili bën zullum gruas waliyadhu billah. Prej familjes le të jemi shembull e kështu me radhë, me kushit tonë, me qytetarët tonë. Nëse dëshirojmë me qenë musliman, nëse dëshirojmë me bëti diçka për këtë fe, e kontributi më i madh për këtë fe është me i promovu vlerat e Islamit. Vetëm ti bënë musliman i mirë, mos s'keni nevojë me ndihmë ti balla, çka ke këtu. Kur bosh ti musliman i mirë, kemë jap kontributin më të madh, pse kemi u bë shembull për të tjerët. Porosia 42 shkuar janë në xhami me qëllim të faljes namazit. E tash kemi përmend të hadithet që kanë me navrani. Me shku në xhami me fal namazin. Ne po falim namazin në xhami, po problemi ynë është namazi sabahut. Problemi ynë është namazi sabahut. Por ato një prej oficerave të jahudive, i ka thonë ushtrisë jahudive, a dini kur kanë menamujt musliman? A dini kur? Kur xhamiat e muslimanëve mbushen në namazin e sabahit, sikur se mbushen për Bajram. Çat herë kanë na humbur drejtineve. Derisa xhamiat e muslimanëve për sabah mbesin të mbyllme. Qytetin ton ka xhamia që mbyllet. A sezoni nuk thirret. Dhe falet namazi sabahit me 2-3 vet. Mos e tot një prej muslimanëve se s'ka hajër për ty. Kur të mbushen xhamiat e muslimanëve për sabah, si për namaz Bajrami, e pat puna jo. Çfarë? A do tani dëgjoni hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Man qada ila al-masjid wa araha a'adda Allahu lahu fi al-jannati nuzula." Kullama qada wa araha. Dëgjoj këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: njeri i cili shkon në xhami dhe kthehet prej xhamis ose fjala për namaz, çdo herë sa herë shkon, Allahu i ndërton atij grada në xhennet. Sa herë shkon e kthehet. Çdo herë, jo vetëm një herë në ditë. Sa herë shkon e kthehesh në xhami për namaz, çdo herë sa herë shkon, Allahu i ngrit gradat e tua në xhennet. Ndërton shtëpi në xhennet, grada dhe banime kështu me radhë. Hadithi është e vërtetë e transmeton Muslimi. Dëgjoj hadithin e dytë, prapë e Abu Hurajrës. Thot pejgamberi sa ai i cili pastrohet në shtëpinë e tij, dhe me merr abdes.
dhe pastaj shkon prej shtëpisë së tij në një prej shtëpive të Allahut në xhami, li yaqdi farida, për me kry farzin, për me kry namazin, prej obligimeve të Allahut, thot çdo hap që e bën e fiton kanë të mirë edhe i blen kanë i keq, i shlyhet kanë i keq. Për çdo hap. Edhe një hap e bën të ngritet një derexhe në xhennet. Një hap tjetër të shlyhet një e keq. Kam dëgjuar këtë hadithin tjetër që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Lazëm ditën e kiametit ka më qenë vështirë për ne, veç nëse Allahu don më na nderu me na marr shahida, inshallah Allah na bën nasib ya Rabbi, na marr shahida. E nëse vim shahida në rrugën e Allahut dhe Allahu pranon shahidllokun ton, s'është problem për ne. S'kemi probleme me ditën e kiametit. Për ndryshe çështja që jemi, ne në tarmën do të hapim do ligjërata për ditën e kiametit. Po frigohem se mos po ju tutim. Ka këtu njerëz që janë tridh, tutëm me hapa tem dikur i kretë, a janë nisi për unë siratit e për ato, ku pelo kretë lazë, ma mirë spigjet o zende. Po vazhdej që shdo. Po dhe na po tutemi me hapa tem, se me të vërtet janë momentet vështira. Mirë po, në ditën e kiametit, ka disa beneficione që na i ofron Islami nëse i kemi parasysh një jetë, veprojmë, në ditën e kiametit ato beneficione do të na dalin në ahiret. Njëna prej atyre beneficioneve që do të na dalin në ditën e kiametit është, dëgjoj hadithin e pejgamberit. Pejgamberi po i thot Burejdes radhiyallahu anhu: "Përgëzoj, jep ju myshde atyre muslimanëve që ecin në rrsirë për më shku me fal namazin e sabajt edhe të yatsis. Natën kur është terr, Kosovën tonë kur kektës punon, e hec natën në rrsirë." Po thot pejgamberi sa, "Përgëzoj, jep ju myshde këtyre njerëzve se Allahu, këtyre njerëzve që ecin në rrsirë, i qesin hapa të shku në xhami me fal namazin, Allahu do të dhuron ditën e kiametit një dritë plot, një nurit plot." Subhanallah. Do të me i thonë dëmbëllokut një shku onash, edhe nëse kjo është një prej motiveve, një prej stimulimeve që na stimulon edhe na motivon me hecë në rrsirë, nëse dëshirojmë që në ditën e kiametit drita me qenë një plot. Une e di se të gjithë ju qone në përshpijat e juja. Mirë, po kjo nuk është ballë. E ta shejtani edhe po, ti po çohesh këta ti të çaftë se më kon dekëm. Ti bile po çohesh, alhamdulillah. E po muslimani i ka ambicie të larta, nuk i kyr ata që s'po çohen, po i kyr ata që po dalin në xhami. I kyr ata që po dalin në xhami. Wallahi vllazën, këtu kemi vllazën mesin ton që 3 vite peç o çel xhamia, asnjëherë namazin nuk e ka huaj sabahit. Wallahi unë mburrna që kam asnjë njerëz këtu në xhami. Mburremi me asnjë njerëz që nuk kanë fjalë më ata. Pilëm kursun ndin të folë. Hiç mos mundesh me një të folë që ti ka fola. Janë nis me navjat për Islam. Ne kemi thonë se Islami nuk ka nevojë për tifaz. Me brohorit për Islam me punë kërkos ka nevojë. Islami ka nevojë për njerëz me vepra. Allahu na drejtoft ya Rabbi. Porsia 43 lezimi i ajetit të kursis pas çdo namazi farz. Doja të spive. Thot pejgamberi alayhis salam ai cili lezon doan të spive mas çdo namazi dhe me para se me bëu të spi, nuk e ndal me hy këtë njeri në xhennet vetëm se vdekë. Dhe me duhet me vdekë tani me në xhennet. Për ato shumë më rëndësi. Dikës vallahi hoxha nëse di Allah doan të spive. Po çka pret? Sonte si të shon të shtëpia gjithësore merr mburojën e muslimanit, heki këtë mendimet, mobillat e kerat e punën e këtë, shtyroj mendën njëra pastroje, kapën mburojën e muslimanit, merr avdet, thot ka kibla, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, për gjithësore kemë mësuar me emrin e Allah. Ama shpërlaj trunin njëra. Jo si të mburojt muslimanit e parë mansa kam janë isloja, e kështë s'ka. Kështu nuk ka. E shpërlan trunin e kapë mburojën me lezu, po për gjithësore kemë mësu, sa të e fjallë të Allah, subhanahu wa ta'ala. Nuk jonë ato sande që jonë të fështira më mësu, e kime mësu dohanë të sbive, kime e lezu ma çdo namazi para se me bu të sbi, nga se kjo të afran drejt gjennetit. Porosia tjetër më radhë është se një hadith i pejgamberit alajhissalam thot pejgamberi ai i cili garanton që i ka 6 cilësi, ja garantoi gjennetin. Ai i cili garanton që i ka 6 cilësi, pejgamberi ja garanton gjennetin. Cilat janë këto 6 cilësi që neve na interesojnë? Mushim me jap garancë për këto 6 punë të mira, mushim me e bind veten, pejgamberi po na garanton gjennetin. E para, ta citoj hadithin original. Transmeton Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu thot pejgamberi ka thonë: garantoni ju mu 6 gjëra, unë ju garantoj juve gjennetin. Pejgamberi po ja bes, dorëzon po një garancë. Ai jo siguria kompanive, siguria dugagjini, Allahu jam to.
si t'jo ndalë pare, s'ka siguri. Siguria e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nëse këtu si non ta, ne kemi arona ata duke gjinit e sigurisë, po fjala po vjen. Ai i cili garanton mu, kush i garanton pejgamberit 6 gjana, pejgamberi ja garanton xhenetin. E para ja Rasulullah, tha kur të falni mos rajn. Allahu akbar. Po rajn kanë era. Po smujta me çamë bëu çish mdoni ngosht rrejta. Mos rrej. Jepja besën pejgamberit, beta shpendot Allah. Jepja besën Allah, s'kimë rajt më kur, hiç mos, s'kimë rajt. Garant, inshallah pejgamberi ta garanton xhenetin. E para. E dyta, kur premtoni, qeni premtimin vend. E treta, kur dikush ju jep një emanet me qenë vend, qeni emanetin vend. E ka pa emanetin? Subhanallah, ne kanë njeri i provojmë do musliman me punë të vogla. Mere qëta me qëja 3 javë se ka që gjohë. Që bre ho gjarova Allah, subhanallah. Po me një send vogël, po shka bëhet ma shumë? Subhanallah, Allah me naspru një me miliona dolar, që bojmë e pëtën? Do qeni një emanet i kia pëtën. Në shejtane pëtën. Për ata, e para kur të fol, nuk rren. E dyta, kur premton, e qanë premtimin vend. E treta, emanetin, kujdesesh për emanetin. E katërta, me rujt organin gjenital prej haramit, mos më zhyt në zina. Këta alhamdulillah shumica pe juve, jo shumica po krejt jo, alhamdulillah nuk zhytën në zina. E pesta është e zot. Rujeni shqeqimin e juj. Pra hoj, problem, po këtu hoxha dhe krejt të himi krejt na, nuk himi vesh, nuk dami të him krejt. Rujeni shqeqimin. E gjashta, këfu e i djekum, rujeni dur të juja, mos prek dur o haram. Kush i garanton këto 6 sende, pejgamberi alayhis salatu wassalam ja garanton xhenetin. Porosia tjetër me radh është me këtë titull. Kush ka dëshirë me rezervu shoqërinë me pejgamberin në xhenet? Po, Islami na jep edhe këtë mundësi. Me dash të me shku diku, për shembull do të më shku në rrugë Muskiat, do të më shku me rezervu një vikendic, një hotel. A don me rezervu shoqërinë me pejgamberin në xhenet? Nëse donë me rezervu shoqërinë me pejgamberin në xhennet, çka pejgamberit ka zonë qysh? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Sahl ibn Sa'd as-Sa'di, thot pejgamberi, ana wa kafilu al-yatimi fil jannati hakadha. Pejgamberi thot, unë edhe ai i cili e ka marrë përsi për mu kujdes për një jetim në xhennet do të jemi kështu. I ka thënë këto 2 gishta, çfarë sa afër? Sa largim këto 2 gishta. Nëse donë me rezervu shoqërinë me pejgamberin në xhennet, kujdeso për një jetim. Apo çysh? Wallahi vllazën e 100 herë kemi tregu, ne kemi miq ton në Kuvajt, as nuk bilem ata që japin parën nuk i dim kush janë. Një njeri ka thonë. Gjej do jetima, i kam të shoh Kuvajt që 3 vite këtu janë afër 30 jetima të qytetit ton që vinë në xhami dhe çdo muaj i marrin nga 25 euro. As nuk i dim kush janë ata, as nuk na njohin nevas. Këtë par puna pash, i kemi qel kontot në një prej bankave të pesë, i të hazër këtë. Një jetim, dikush 2 jetima, dikush 3 jetima, dikush një par kpuca mi ablet, dikush një par pantolla. Nëse donë me rezervu shoqërinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Gjithashtu prej punëve që na mundsojnë drejt xhennetit janë tregtarë të ndershëm në tregti. E këtu shumë për juve një tregtar, doni më kon të ndershëm, doni më kon korrekt, doni më kon fair në tregti. Nga sa ajo është një prej rrugëve që ju mundson me fitu xhenetin. Thot pejgamberi sa hadithin e Uthman ibn Affanit radhiyallahu anhu, Allahu një njeri e ka futur në xhennet. Allahu e fut një njeri në xhennet për shkak se ai kur bën tregti është i ndershëm, është i lehtë, është korrekt, është fair. Andaj muslimani e ka edhe një obligim më shumë që gjatë tregtisë së tij me qenë i ndershëm, me qenë korrekt dhe me qenë fair. Porosia tjetër e radhës ka fundi jemi edhe një 4-5 porosi. Kjo është për motrat tona, për shkak se dikush mundet me thonë veç për burra po fol. Nëse dëshiron me qenë prej banorëve të xhennetit, oro bresha Allahut, atëherë duhet me plotsu këto kushte. Pejgamberi i ka qit kusht këto sende. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Abu Hurairës. Ajo gru
kallzojini grave tuaja këtë hadith sonte, kush nuk I ka gratë e veta këtu me vete në xhami, le t'i kallzon grave të veta këtë hadith. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ajo grua e cila I fal 5 kohë namaz e parë, e agjeron Ramazanin e dyta, e run organin e saj e treta, e run derin e saj, e run derin e burrit e katërta, I nënshtrohet burrit të saj, e respekton burrin e saj, nuk I rebelohet, thot kësaj gruaje I thuhet hyn në xhennet prej cilës derë të xhennetit dëshiron. Me fitu xhennetin o robresh Allah, kollaj e ki. Falë namazin, gjinaj Ramazanin, respektoje burrin, nështroje burrit, ruje nderin tënd e ke xhennetin. Dhe Allah do të thot të dyrë xhennetit jon, cilën derë don me hinë xhennet. Shumë lehtë. Alhamdulillah, në këtë javë gruaja një vllavit ton është mbolu, edhe kjo është myshde për musliman, me kallëzues do të më gëzoj, ne çik me shamim më shumë. Dhe ne këto I kallëzojmë qëllimisht për me urrit të panin do tjerëve, që I kanë gratë Allah si kanë mluar. Me pas derë këtë punë, me pas gajle këtë punë, edhe në prapë vazhdimisht thon, problemi është të burrat, nuk është të gratë, të burrat është. Ala burrat që po dim qysh. Po ti kur ke ditë më jam më mushmenden, më martu me ty, as mundesh më jam mushmenden. Në mendoj që shumë më zorë konë më jam mushmenden më martu me ty si me mlua të. Njerë s'ka pranua, dyre s'ka pranua, ti si dërzu. Ka kjo rrugë. Deri sa ke mri qëllimin tënde. Po mirë, nëse ke gojle gruaja jote më mlu, provoj të gjitha rrugë të mundshme. Rezultatet janë prej Allahut. Na nuk mundemi me ditë. Ne nuk mundemi. Dikush më shpejt, dikush më ka dalë, dikush shumë më ka dalë. Mirë, po ne po brigojemi se do vllazni jam pajtu me fatin, as ka më pajtu me fatin. Mu pajtu me fatin, nuk ka mu pajtu me fatin, për shkak se ajo është nder, edhe ajo grua e cila respekton burrin e saj, në kuadër të respektit ndaj burrit është edhe me mbulu trupin e saj, ashtu sikur se ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala se duhet veshet muslimonja e ndershme e cila është robresha Allahu subhanahu wa taala. Porosia tjetër është një sahabe pejgamberit me emrin Rabia ibn Ka'b al-Aslami, o kon ka bujt të pejgamberi alayhis salam, edhe u çu pejgamberi me fal namazi ka qit me marr abdes, edhe kur I ka qit pejgamberit me marr abdes, pejgamberi mas I ka marr abdes, shiqani sa ka qenë pejgamberi kujdesshëm. Kur ja pejgamberi kur gjithkush kush ka bëu dikush mirë pejgamberi nuk kalon pa ja kthy me të mirë. Ka njeri ka jap dhurat kur ka pas mundësi. Nëse s'ka pas mundësi me jap dhurat, I ka jap fjalë të mirë. Ja ka kallëzuni porosi të mirë. Ky sahabia ka bujt te pejgamberi, u çu pejgamberi natën me fal namazin natës me marr abdes, I ka qit me marr abdes. Mos I ka marr abdes, pejgamberi ka thënë, lyp diçka, çka po do? Para ndonë me thon pejgamberi, lyp diçka. E shtash ti prioritetet e tua, do me lyp për dunja apo ahiret? E tash ai një herë ka shansen me lyp. Ka thënë lyp diçka. Pejgamberi ai sahabi ka thënë, ja Rasulullah, ashtu I mëj. Ka thënë, po kërkoj shoqërimin tonë xhennet. Pejgamberi ghalib, ai çelloja. Po kërkoj shoqërimin tonë xhennet. Pejgamberi alayhis salam tha mirë. Njëna prej rrugëve e cila na mundson shoqërimin me pejgamberin xhennet është shpeshtimi I sejdave. Falja e namazeve dhe me rregull, me sunete, me farze. Falja e nafileve, falja e namazit natës, për shkak se shpeshtimi I sejdës është një prej rrugëve e cila na mundson me hy në xhennet. Një porosi tjetër thotë kështu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dëshironi t'ju tregoj për një thesar prej thesarëve të xhennetit? Sahabët thanë po. Tha, një thesar prej thesarëve të xhennetit është fjala la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Kjo është një prej thesarëve të xhennetit që ai I cili e din dhe e thot dhe vepron sipas saj do të afrohet afër xhennetit. Porosia e parafundit është që prap ka të bëjë me gratë,
thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo gru e cila vdek dhe burri i saj ka qenë i kënaqur me to, atëherë xheneti është për të. Gruas tonë thotë që pe grua, don ti me fitu xhenetin? Po. Ti duhesh që kur dek ti ndeksh para meje, unë më koni kënaqur me ty. Që kur të vesin tjerë, a e koni kënaqur me gruan, ko më thon vallahi më koni kënaqur me to. Unë ta mundsoj xhenetin. Vetë kjo është edhe nasihtas. Edhe nëse burri, edhe nëse gruaja është e kënaqur me burrin, atëherë njëri tjetrin, burri gruas dhe gruaja burrit ja mundsojnë me fitu xhenetin. Dhe porosia e fundit, mas këtu në shumë porosive se di si kemi numëruar, është se pejgamberi sa ka thonë, një ditë ju ka thonë, kanë qenë shokët e tina, ka thonë, kush është ai njeri i cili më jep fjalën se nuk i lyp njerëzve kur gjë? A kjo zor është? Jo punë pejgamberi më shok ka thonë, kush është ai musliman që më jap besën se nuk ka me keni nevojshëm për njerëzit për kur gjë? Zor është më jap besën pejgamberit e thamë. Sahabët thanë, e cili është problemi? Pejgamberi thonë xheneti. Njëri prej sahabëve, Thauban emrin, e çaj dorën tha ja Rasulullah, po ta japi besën se s'ka me i lyp kur gjon jetë derisa të des kur kuj pi njerëzve. Dhe me të vërtet thonë sahabët derisa ka vdek si ka lyp kur gjon. Këto as nuk i drejt me thonë dikuj, ama një gotoj. Jo pse haram, mirë, po kjo tregon vendoshmërinë e muslimanit. Që do të thotë se pejgamberi me këtë hadith ka dashur me eduku musliman, që muslimani duhet të jetë i pavarur. Për ma krype, për ma këta, audhu bila sa i bënë zullum nënës vetë. Unë që ma hëngër sopër, nënët që shëhajnë buken, Allah i rahmet bënë. Për ma pa krype, për ma kakove, të marë, nënët qohet pa fjallë, si bleta. E po, mas 10 vjetë kur të martosh, a kemi i thonë që shdo? Dikuj tjetër, a kemi i thonë që shdo? E problema është, për ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ka thonë? Kush është ai njeri që më jap besën se nuk kam ju lyp njerëzve kur gjë, ja japi xhenetin shumë zor. Hiç për kur gjë, krejtun e vet kam i kry. Nëse muslimani arrit me eduku veten me pas kësi morali, këta njerëz edhe kodrat i shafitin. E jo me bë Kosovën shtet. Po dhe kodrat i shafitin. Mirë, po neve na mungojnë kësi njerëz me kësi vendoshmërie, me kësi ambicie, me kësi serioziteti. Lusim Allah subhanahu wa taala që na ofroj drejt xhenetit, të na ofroj drejt punëve dhe fjalëve që na çojnë drejt xhenetit dhe të na largoj prej punëve dhe fjalëve që na ofrojnë afër zjarrit të xhenemit. Allah na jap xhenetin Firdaus inshallah taala. Lusim Allah subhanahu wa taala që të na dhron prej frikës së tij, aq sa ne do të ndalemi prej gjunave ndaj tij. Lusim Allah subhanahu wa taala që të na furnizon me nënshtrim ndaj tij derisa të arrijmë xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allah subhanahu wa taala që të na furnizon me bindje ndaj tij, me qëllim që të përballojmë fatkeqësitë në këtë jetë sa më lehtë dhe sa më mirë. Lusim Allah subhanahu wa taala që të na mundsoj që të kënaqemi me dëgjimin ton, me shoqimin ton dhe me fuqinë që kemi përderisa jemi gjallë. Lusim Allah subhanahu wa taala që të na mundsoj që të hakmerremi kundër armiqve ton. Lusim Allah subhanahu wa taala që të na ndihmoj kundër atyre që na armiqsojnë. Lusim Allah subhanahu wa taala që Allahu mos lejon që fatkeqësia jon më e madhe të jetë në fen ton. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu mos lejon që ambicet tona më të mëdha të jenë ambicet drejt kësaj bote. Lusim Allahu subhanahu wa taala të na mbron që mos lejon që mos na vërsulen ata të cilët nuk kanë mëshirë ndaj neve. Lusim Allahu subhanahu wa taala që të ndihmoj muslimanët anë kanë botës. Lusim Allahu subhanahu wa taala që të ndihmoj familjet tona dhe mbi familjet tona zbret çdo të mirë, dashuri, qetësi, harmoni dhe bereqet. Allahu e din më së miri, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad.